Lidhjet jashtëmartësore dhe manitë seksuale vazhdojnë të shënojnë viktima në vendin tonë, ku pas tragjedisë në Gjonomat të Korçës, një tjetër vrasje ka ndodhur, por këtë herë në fshatin Grabian të Lushnjës. Ilir Lozi, 43 vjeç, babai i 3 fëmijëve, ka humbur jetën pas goditjeve me thik të kryera nga Daniela Meçani, 40 vjeçare, edhe kjo e martuar me 3 fëmijë. Mësohet se në deklaratat e saj, 40 vjeçaria Meçani është shprehur se prej disa kohësh viktima e gacmonte në mënyrë të vazhdueshme dhe sot ai ishte fshehur në kasullën ku familja Meçani mban bagëtit dhe ka qenë në pritje të saj për ta sulmuar. Reagimi ka qenë menjëherë shumë i 40 vjeçares, e cila e ka goditur disa herë me thik dhe më pas ka vrapruar drejt banesës së saj, ku ka dhënë edhe alarmin. Pavarësisht se 43 vjeçari Ilir Lozi është transportuar në urgjencë në Spitalit të Lushnjës, ai nuk ka mundur të mbijetojë, ndërkohë që nga të dhënat mësohet se ai ka patur lidhje intime edhe me motrën e autores së ngjarjes, e cila prej disa kohësh ka emigruar jashtë Shqipërisë. Të dy protagonistët e kësaj ngjarje të rëndë ishin të martuar, prej të cilave kishin sjellë në jetë secili nga 3 fëmijë.